Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta mbi Muhammedin alayhis salam në ditën e bukur të xumas së datës 28 gusht 2026 apo 15 Rabiul Awwal 1448 Hijri. Të përkujtohemi së bashku me një detaj nga jeta e pejgamberit alayhis salam, i cili thotë: Arabët i shmangeshin, largoheshin nga pejgamberi alayhis salam për shkak të etiketimeve personale që ja bëjshin Kurejshët, të cilët e quanin gënjeshtar, magjistar, fallxhor, poet e gjëra të tjera të pavërteta. Kësaj, ata të cilët nuk bënin dot dallime mes të vërtetës dhe shpifjeve, edhe i vinin vesh etiketimeve të Kurejshëve. Çfarë kuptojmë nga kjo dhe si ta lidhim ne këtë ngjarje me ditët e sotme? E para, roli i mediave në korruptimin e mendjeve dhe në paraqitjen e një realiteti të rrem, duke ndryshuar kështu opinionin e njerëzve sipas dëshirës së tyre, është i qartë dhe i prekshëm. Po jetojmë në ditët kur individ a grupe kudo nëpër internet përhapin lajme të pavërteta, duke nxitur emocione tek njerëzit. E ç'është më keq, edhe duke prekur në besimet e njerëzve. Tamam sikur këto besime janë shfaqur në skenë kohrave të fundit, e jo që janë prezente në popullin ton që nga kohrat e të parëve ton apo edhe më parë. Kujdes, mos bini prej e kësaj. E dyta, secili njeri i cili mundohet të edukoj, të përcjell një vlerë tek një gjenerat, duhet i edukojë ndjekësit e tij me pavarësinë e mendjes nga varësia e verbër. Besimtari duhet të marrë njohuri dhe informacion bazik, të analizojë dhe të lexojë thellësisht për te rreshtave, në mënyrë që të mos ndikohet nga media e korruptuar dhe nga lajmet e rreme. E treta, akuzat e jo besimtarëve ndaj misionarëve të sëmirës dhe predikimit janë të njëjta. Bëhet fjalë për të njëjtat akuza të cilat duket se kanë dalë nga i njëjti kallëp, si poet, magjistar, mashtrues, ekstremist, prishës i fesë e tjerë e tjerë. Këto akuza kanë qenë që në kohën e pejgamberit alayhis salam Muhammedit, por edhe më herët se ai, pra qysh në kohën e Nuhit alayhis salam, dhe kanë vazhduar kështu tek të gjithë pejgamberët deri tek ai fundit. E do të vazhdojnë të dëgjohen deri në ditën e fundit. Andaj, mos u veni veshin këtyre akuzave, sepse e vërteta mbetet e vërtet, edhe nëse bie në lloç, kurse gënjeshtra mbetet gënjeshtër edhe nëse ngritet lart në qiell. E katërta, Kurejshët i përdorin akuzat ndaj të dërguarit me qëllim që t'i largonin haxhilerët nga pejgamberi alayhis salam. Por ata pa e kuptuar, po bëheshin shkak që haxhilerët të njiheshin për së afërmi me të dërguarin e Allahut dhe me islamin që e predikonte, ndërkohë që ata nuk e njihnin fare atë. Edhe sot e njëjta gjë. Sa më shumë që një pjesë e njerëzve janë çu pesh të njollosin vlerat e besimit dhe besimtarët, të thrasin në kthim në besime të parëve e të ngjashme, aq më tepër njerëzit po njihen me të vërtetat e besimit të drejtë dhe që është më e mira për ta, po i përqafojnë ato. Vëllezër dhe motra, e rëndësishmja e gjithë kësaj, le të jemi ne pasqyrim i drejtë në shoqëri i vlerave që njohim. Kurse për udhëzimin e njerëzve është kompetencë vetëm e Allahut, Zotit të gjithësisë. E lutim Allahun xhaleshanuhu që t'i pranoj të gjitha adhurimet e kësaj dite dhe ditëve të tjera, të kemë një ditë të mbarë të kësaj xumaje dhe nga ky park i bukur që gjendet në qytetin e Rozhajës në veriun e malit të zi, ju përshëndes të gjithë dhe ju lë në amanetin e Allahut deri në takimin e xumas së radhës. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.